se do të vish. Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studio jam së bashku me zotin Mirsad Basha, kryetar i shoqatës Ekomendje. Mirëmëngjes Mirsad, mirë se erdhët në studion tonë. Më mirë, faleminderit për ftesën. Ta fillosh ditën në studion e Radio Shkodrës nuk është keq, apo jo? Patjetër. Sepse në një shoqatë që operon me kaq intensitet, siç është shoqata juaj, është bukur që të informosh njerëzit dhe dëgjuesit që na ndjekin për aktivitetin jo vetëm të sotëm, por edhe të ditëve që vijnë, por edhe atyre që kanë kaluar. Mirësatë, një ditë intensive sot? Po, sa në fillimin e misionit, kështu që ju falenderoj edhe juve, ja vetëm për ftesën sot, për në çdo pasqyrim që na bani dhe që dhe na promovoni, domethënë sa këta nisma nuk kanë vetëm suksesin kur operojnë, por kanë edhe suksesin kur promovojnë, kështu që edhe jeni një pjesë e rëndësishme e aktiviteteve. Në ditë intensive që po fillan sot në radio, nëse më vonë kanë tankuar lëvizje në terren, kena me bë një nisim tjetër, shpresojmë që ta realizojmë që kanë kënë ndryshimi i Urës Bashallekut, sepse është një pjesë shumë problematike për qytetarët, sidomos për atë zonë kur kalojnë me biçikleta natën. Kam monitorimi atë, kena me dalë liçen shkollës të Lumi Buna me pa problematikën, kena me dalë ku njerëz bana gati për nisma të treja, por kam një nisim lëvizje, një ditë shumë lëvizje, domethënë për kujdesjet të qytetit tonë. Ndjehet edhe nga ndjehet edhe nga ritmi i të folurit tuaj, sepse gjithmonë me intensitet dhe kjo është diçka e bukur. Ju jeni një djalë i ri dhe të marrësh pas vetes kryesisht të rinj, por jo vetëm, është diçka që i jep impuls ditës, apo jo? Patjetër, kjo është edhe një prej motiveve të organizatës, domethënë, është shumë e rëndësishme që me bashku shumë tri që ndoshta disa kohë përpara nuk ka se janë marrë me nisma të tilla. Nismat tona nuk janë vetëm për më kujdes për atë gjë që ne kemi në qëllim, por kanë si qëllim edhe me bashkullë edhe rininë, bashkullë edhe një moshë edhe më të madhe, që më përfshi, sepse ka shumë persona që kanë çemëllajn në këtë qytet, për rëndësishme me tregu rrugën, domethënë se si duhet të bashkuar. Në fillim të programit unë kam folur për një fill që bashkon jetën, një fill që i lidh ditët, por edhe realizimet, por edhe betejat e ditëve. Dhe ky fill është dashuria. Në këtë rast, siç kemi folur edhe më herët, dashuria për qytetin e Shkodrës, për njerëzit, është një impuls i madh, apo jo? Patjetër, kjo është gjëja më kryesore, domethënë gjëja më kryesore me dashtat që bën, me dashtë me dhënë të vendit, po keni thonë gjithmonë me ditë me vu një tull në qytet, kaq shkollë sa ne kena me jetuar te ky qytet, është e rëndësishme pra çdo gjë që ne përpjekna me bë me dashni, me bë me përkushtimin më të madh, sinqeriteti më të madh. Edhe ne gjithmonë fokusojna gjithmonë te pjesa e altruizmit, domethënë që njerëzit më mësuan me kanë altruista, me kujdes për njerëzit, pra edhe për ata që na rrethan. Një ndër veprimtaritë ose sektorët interesant do të thosha, por jo vetëm, shumë të nevojshëm, shumë të vlefshëm, është fusha sociale. Ndihma që ju shpesh jepni njerëzve në nevojë, nuk e di, mund të më informoni diçka për më gjatë, si kontaktoni me njerëzit, si i merrni këto informacione? Pjesa e bamirësisë është një pjesë domethënë që ne kena munduar me prek me kohë, me ndihmu njerëzit sa më shumë që ne mundshim me pas një kontakt me ata. Faktikisht mund të jetë pjesa më problematike që ne mundem me dhënë, sepse duhen gjithmonë një pjesë ekonomike që ne duhet të mbështet dikush që ne me ndihmu ata. Por ja kena arrit deri aty ku kena pas mundësi me bashkëpunime, organizata ose institucione ose persona thjesht. Pjesa më kryesore është kur ne kena kontakt me këta familje, që ne gjejmë të familje janë mësuesit. Mësuesit e ndryshme që janë për shkolla ose në periferinë, domethënë që prekon ata familje, shohin ata fëmijë që vinë, veshën ja mirë ose të lodhen pra për keq ushqimes, për ata janë kontakti i parë që ne kemi mësuesve, që i falenderoj sinqerisht sepse bën përveç punës fisnike që edukojnë një brestan për të ardhmen, për kanë një përkujdesje të madhe për ta nxënët. Ne përveç mësuesve kena kontakte ose shkojmë zakonisht pra si thash ditë intensive. Dita jonë intensive është ne shkojmë në farmaci ose furra buket,
kur shohim pyesim shitësit a ka persona që kanë një listë pra që janë bërgjë me biznesin, ne shohim ata familjet, pra që janë një nevojësit dikush që se ka mundësinë ekonomike, merr një lex borxh ose merr bukën, pjesa bukë, pjesa më lirë për njëri edhe bazike në ushqim. Po, edhe shohim ata familje që janë bërgjë me këta biznese, ne i kontaktojmë edhe mendojmë me ndihmë. Do të thonë pikat kryesore mësuesit nëpër shkolla, furrat e bukës dhe farmaci. Tu e gjejmë më shumë familje, përveç se kur është në rast që na bën edhe tak në faqen e Facebookut e komendjes ose te profili janë personal. Pra në pjesë më kryesore që ne kena kontakte, masa ne mobilizojmë shpejt për pak orë vëmë një lajmërim që ndihmojmë familjen ose kur bëjmë udhëtimet e ndryshme që bëjmë promovimin e natyrës, ne kena një kohë caktuar që çdo person e ka e jep, ne me atë orën që ne sigurojmë, ne bëjmë blejmë ushqim ose blejmë veshje që adhurojnë familjen nevojë. Pra një burim është pjesëmarrësit e vetë udhëtimeve. Burimi tjetër. Kjo burimi më i madh, domethënë edhe kur bashim udhëtimin me bicikleta, dhe dile gjithmonë i dhoroshim 100 lekë gjetra, 100 lekë dreja më fal, 1000 lekë gjetra, gjithmonë grupi që këta lekë më mbledh dhe më shërby kësaj pjese. E pjesa tjetër sepse të shkosh te dyqani bukës duhen para. Të sigurosh para nuk është fort e lehtë. Si siguroni këto financime përveç kontributit tuaj vullnetar? Nismat janë faktikisht janë vullnetare, nuk ka se janë projekte. Në çdo nisëm që ju shikoni. Pjesa më kryesore e familjes është kur bëjmë ne lajmërimin, bashkohen e biznes ose ne miki joni që na jep një kontribut për me ble ushqimet, ne bashkë me ata shkojmë te supermarketi, i blejmë ushqimet dhe shërbëhet llorimi pra. E kjo është e pjesa më kryesore që ne sigurojmë ardhen për pjesën e bamirësisë. Pra nuk ka se kena një buxhet caktuar, nuk ka se është një projekt i caktuar, thjesht me anën aty në udhime ose me anën e miqve tanë që mbledhin ka një lekë edhe na dhurojnë. Kjo është pjesa më kryesore. Ne bëjmë thirrje edhe persona që kanë qejf me dhuru. Nuk ka është e rëndësishme, nuk ka është e nevojshme me dhuru lekën, pa është e rëndësishme që bashku me shkutjet e familje. Ne zakonisht e thashëm përpara me ata njerëz që dojnë me dhuru i marrë me vete, shkojmë te supermarketi, ja thjesht për transparencë, për me ballë, ata më përfshit e kanë nisën. Por bëj thirrje edhe institucione ose organizatave të tjera që kanë dëshirë më bashkulla me ndihmu këtë pjesë. Sa të vështirë dhe të lehtë mund ta keni patur për këtë lloj sensibilizimi tek njerëzit që ju janë ofruar? Unë them pjesa më e vështirë nuk është të nismë ose të ajo që ne kena mujt me realizu, por pjesa më e vështirë është me amush me njerëzve që tash ka ardhur një kohë që bamirësia duhet më rikthy, domethënë duhet më rikthy sepse në fillimet e 90 mbrapa, se nuk do të thënë fillimin e demokracisë ose mas komunizmit, filluan disa fondacione organizata që prishin pak besueshmërinë të njerëzit. Pra është e rëndësishme për momentin me kriju besueshmërinë të njerëzit, me tregu që ta nisma ose janë ne për shkakun më përfshi ne ose disa institucione të tjera që me ndihmu edhe me kriju një besueshmëri që na duhet me na mbështet. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Ne ku të fundit unë personalisht jam ballë koordinatori i fundjavës ndryshe në Shkodër. Një pjesë shumë e rëndësishme për ndihmën e këtyre familjeve sepse fondacioni atje është shumë më i madh. Është një kontribut që ne japim prapë në mënyrë vullnetare, nuk ka se kena fonde për këtë pjesë ne si Shkodër. Thjesht unë jam si koordinator gjej familjet nevojë. Japim ndihmën ata regjistrimet që kena, pra kohë të fundit ka një ndihmë shumë e madhe si me ushqime, me shpëreta, me dru, janë në projekt 3 shtëpia që kanë më ndërtuar në periferinë e Shkodrës ose në Shkodër. Pra kjo është pjesa më kryesore, bashkëpunimi me njerëzit edhe me institucionet. Pa më rëndësishme është ja te leku pa te besueshmëria. Duhet me kriju besueshmërinë të njerëzit që ky kontribut ashtu ka më shumë vallën e duan, ne krijojmë besueshmërinë të i marr këto persona që dojnë me dhuru, to ble ushqimin ata vet, edhe pse nuk dojnë. Duhet edhe njerëzit me mësu, ndoshta edhe me dhuru, sepse është një kohë që janë pak ftohtë njerëz, për fajtyne, për sisteme ose për pa besueshmërinë që janë krijuar më përpara. Pra kriju kjo lidhje ndërmjet njerëzve që dhuran edhe personin që ka nevojë atje ka më kanë sa më mirë. Po me organizata të ndryshme partnere, qoftë edhe të huaja, keni bashkëpunuar? Patjetër, domethënë ne për aktivitete shumëta që bëjmë në Shkodër, që vetëm këtë javë ne kemi organizuar 6 aktivitete, krijohet besueshmëria, krijohet një impakt të institucionet ose edhe të pjesa më e madhe e Bashkimit Evropian, pra se janë të
lidhe që bajnë me shtetin shqiptar. Do pa që ne operojmë shumë në qytetin e Shkodrës, shumë fusha, atëherë na bajnë edhe kërkesa për bashkëpunim. Kohët e fundit kena bërë një aktivitet Ullën e Paqes në bashkëpunim me një fondacion shumë të madh, më falni, një organizatë shumë të madhe, se nuk do më ngatru fjalë sepse nuk ka të drejtë. Në Ullën e Paqes në Shkodër, një aktivitet me biçikleta që është viti 2 që ne bashkëpunojmë me atë organizatë. Po ashtu kena pas edhe një aktivitet me Bashkimin Evropian në Shkodër, ka qenë java Europiane e Lëvizshmërisë. Edhe shumë e mirë me të këtë pjesën, domethënë sepse vjet ne kemi organizuar në mënyrë vullnetare, kemi bërë 11 aktivitete për 7 ditë, që ka qenë rekord. Ata na kanë pa viti që kaloi na ponën që ne mundna me bë diçka të mirë, ja thjesht për qytetin për me sensibilizu, sepse ishte një aktivitet që bëhet në qytetet e Europës në jetën kohë. Përse neve na kontaktuan në këtë vit, më thonë ne bëmë diçka të bukur, një aktivitet, pra ka është bashkëpunimi që kena bërë me delegacionin e Bashkimit Evropian. Pra kur operon mirë, kur banisma të mirë, kur jeni dobi të qytetit, njerëzve nevojë apo të pjesë sensibilizuese të kryesore disa aktivitete, atëherë bashkëpunimet me çdo organizatë është pozitive. Absolutisht po. Meqense se ishim tek fusha sociale dhe e ndihmës apo edhe altruizmit, a ka patur donacione nga këto organizata të huaja? Ne faktikisht nuk kena si lidhje me organizatat të huaja për ndihmën e tyre personave, nuk ka se kena në lidhje, nuk Nosha ne nuk ja kena dalë ose nuk ka se kena kërkuar, më thënë drejtën, por ne bëjmë edhe thirrje që shef ose një familje nevojë mund me kontaktu, shumë mirë mund me ushqim ose në gjëra mëllore. Pa bashkëpunimi më i madh që ne kena është pjesa fundjavnore që mendoj që është një fondacion shumë i madh dhe është ndihmë shumë të madh. Ja më lart se në orën 10:30 kena bërë një aktivitet, kena ndihmuar 23 familje me disa studenta finlandez që kanë ardhur, kanë përzgjedhur shqipninë, disa familje që kanë nevojë. Është kontaktu me fundjavë me Shkodrën, unë i kam gjetë familje që kam ndihmuar. Pra kjo është ku ndodhen këto familje, në çfarë zonë? Në këta 2 javë ne kena fokusuar te pjesa periferisë të Shkodrës, ana Bushatit, anën e Drishtit, anën e pra Kosmaç, edhe në qendrën e Shkodrës, kena shkuar në Sales, në pjesën e Këndmendit pra, në Tamar. Sa të kena vendosur me shku te komuniteti egjiptian. Për mu, unë e thash komunitet për e thash për me njohë si zonë, pra të urabun, sepse për mu, unë mendoj e kam thënë edhe herë tjera që nuk duhet mi thënë komunitet, ata janë banor Shkodrës, se janë me vite këto, ata as nuk kanë këngë këtyne, as flamun tyne, as himnin e tyne, as traditën e tyne, janë të eman shkodranë, pra njëna të shkusat të banor të Shkodrës, se janë offer urzbunzë, dhe ndihmojmë ata familje që janë ma shumë nevojë, me ushqime, veshje, lojna e tjerë për fëmijët. Aja është pjesa që mendoj që duhet më ndihmu, duhet me tregu edhe njerëzve që nuk duhet me paraqyku. Janë pjesë jona, ata kanë dhënë një kontribut për Shkodrën, unë përmend edhe anën e muzikës, mjekësisë, shërbimeve që japin për ditë qytet, pra ata janë si nesër që duhet me bashku sa më shumë, pa dash me paraqyku, pa dash me Pra, gjithsesi është një marrëdhënie që ju krijoni me njerëzit, një kontakt i vazhdueshëm, do të thosha, keni gjetur edhe mundësitë se si të vinë informacionet. Kjo punë është një punë në vazhdim, patjetër. Patjetër, një vazhdim, është punë vazhdim, kështu që bëjmë tjerë vetëm bashkëpunu, me na mbështet për këtë gjë. Ja thjesht me na mbështet nga ana monetare që ne jemi ndihmu më shumë, por është rëndësishme me mbështet si me vullnetar ose si me kontakte me gjeta me familje nevojë. Pra ne kur arrim me kriju besueshmërinë atëherë çdo gjë ka me kanë vazhdim. Ndërkohë do të thosha se një kënd tjetër i veprimtarisë suaj është qasja shumë e afërt me natyrën, jo vetëm me këto udhëtime të jashtëzakonshme të bukura në natyrën përreth zonave të Shkodrës, por edhe ndërhyrja pozitive në këtë mjedis, aty ku ka dëmtime. Mund të më shpjegoni diçka, keni patur një verë dhe vazhdoni ta keni me aktivitete me udhëtime të bukura, të cilët patjetër, siç më thatë edhe pak më herët, kanë patur edhe vlera të tjera, siç është vlera e donacionit që ata kanë për një pjesë të programeve tuaja, por edhe ndihmës. Me kohë ka kanë, domethënë nismen tonë që bashkë në udhëtim me biçikletë, ka kanë çdo ditë dilën në udhëtoshëm me biçikletë
biçikletë në pjesët më të bukura, prezantoheshim edhe natyrën me trion, promovoheshim biçikletën, pas që thashë edhe më parë mbledhshim 1.000 lekë tjetra për këtë pjesën sociale. Gjithmonë kur shkoheshim në natyrë, përkujdesja është gjithmonë sepse kur ti ecën në biçikletë dhe je i kujdesshëm për këtë pjesë, promovon natyrën, por promovon edhe ecjen e pastër. Pra nisma kanë qysh fillim, çdo vend që ne shkoheshim, ne mundoheshim me marrë sa më pastër natyrën, që ose ishte dikon me mbeti një pastroshim, ose thjesht edhe mos me kanë ndotë natyrën, ne krijoshim një ide që nuk duhet me lanë qesën atë, tu fillon ai sensibilizimi. Pra çdo pjesë natyrës që ne kena shku, kena prezantuar se si duhet mu marrë ajo pastër, përveç promovimit që kena bërë vendet e bukura, por kena munduar që me kriju sensibilizim për marrjen e natyrës pastër. Në kohët e fundit, përveç që bashim ultimet, por ne shikoshim që disa pjesë ishin ndotëna, por që nisma nuk kanë filluar pastrimin këtë kohën e fundit, pa kanë të hershme, kur me 10 herë kena pastruar gruqderën e vundit, që është ndamë në disa pjesë, pra nuk duhet me thonë që pastruar gruqderën e vundit se nuk është i pjesë, është 7 kilometra e gjysmë. Pra segmente të veçanta. Patjetër, segmentet veçanta që nuk janë pastruar me vite tamam, sepse është i pjesë nuk shkohet me makinë, duhet me shku ndoshta 2 orë në kam. Është pjesa më problematike për shembull që është derdhja Bunc, kur bashkon tan lumet, Shkodrës edhe derdhen aty, kur normalisht kur janë mbetjet që në përfshat nuk ka një menaxhim mirë mbetjes, hallin aty me turinat për shuset, mbledhen tan, është bërë për fatin e keq një kush i mall me turinë është e pjesë. Prandaj na fokusu kohët e fundit aty, është edhe një mbështetje. Patjetër, aty te kjo pjesa këto është një mbështetje që na kanë dhënë, domethënë është bërë në kuadër një projekti që na ka mundsu Coca-Cola Foundation, që është tamam duhet me i falënderuar sepse kanë më mbështet me pastrimin jo vetëm të asaj zonës, por pastrimin e shumë lumeve Shkodrës, ku janë pjesë që nuk janë pastruar me kohë, do ta pastrojmë me makineri të mëdha, liçenin, pjesën e kanaleve të ujit të Malësisë Madhe. Pra jena fokusu të kja pjesë, jena fokusu të pastrimi liçenit, të advokimi më shumë, sepse ne kur pastrume liçenin para pak ditëve nuk ka se pastrume krejt, pastrume vetëm një zonë aty të pjesë kur në rinia mas ditëve, po me ba me kuptu që kujdes jeni të ba. Kujdes me thonë rinis jeni të ba pa dhe institucioneve që kujdes që si është të përfundu liçeni. Pra, gjithsesi, në të gjitha këto nisma, ju nuk pretendoni ta ezauroni plotësisht problemin. Ju ndihmoni dhe sensibilizoni opinionin që të mos ndërhyhet negativisht dhe të mbrohet një ambient siç është ambienti i përreth Shkodrës, i lumejve, i liçenit apo dhe ambiente të tjera. Mirë, unë jam shumë kurioze të di sepse ju jeni një grup që e shtoni apo nuk e di atë numrin tuaj. Si keni ofruar ju këto vullnetar me sa marrëvesh? Grupi gjithmonë është në rritje, vullnetarët bashkohen aty ku e gjen ata vetin, me qenë që janë shumë nisma ku ata mund me prek edhe e studimit tyne ose shkollës tyne që bëjnë, sepse ndihmojnë edhe për krijimin e jo vetëm shkollës, por ndihmojnë krijimin edhe një reputacionit që kanë ofër shoqënisë tyne ose në vazhdim atyne që ata kërkojnë me arrit jetën e tyne. Ne kur bëjmë shumë aktivitete, të bashkohen aty ku ata kanë dëshirë marrë, të pjesa sociale, si të për shembull të shtëpia fëmijës, të azili i pleqve, të pastrimit, të udhëtimit, të dhurimit e biçikletave, të familjet nevojë, të çaji që ne shërbejmë natën, pra janë shumë fush që njëri i Shkodrës mundet me gjetë vetin edhe mundet me marrë. Ne kena gjithmonë thithet të hapuna, ne i thojmë gjithmonë ata që kanë dëshirë mu bashku, mundet mu bashku, me kriju një pjesë vullnetarizmit, do të thonë, jo vetëm anën e tyne, por me kriju shoqërinë e tyne. Ne gjithmonë ne kena thënë që hajde një sat provoni si është me kanë ndihmu, me kanë altruist, po ashtu mund të vazhdojë edhe vetëm me shoqërinë tuaj, me shkollat. Ne ku të fundit kena edhe bashkëpunim me disa shkolla të Shkodrës, si shkolla ndërmjeta, Isetet Dentori ose Kuka, po janë shkolla që kanë tri shumë të mirë dhe kanë dëshirë më në bashku shumë nisma, bashkë me mësuesit e tyne. Pra kjo është pjesa më bukur që mund të them, domethënë pjesa e vullnetarizmit, kur krijohet një frymë vullnetarizmit, është pjesa më elementare që një organizat ka si qëllim. Pra, ja thjesht aktivitetet në kanë masive me pas sa më shumë njerëz, pra është ajo bukur që të rrit ne mundsojmë, krijojmë atë dëshirën e mirë me lanë për vetes, domethënë me kanë altruist. Në fakt, si shihni këtë ndjenjë, altruizmin, tek qytetarët e Shkodrës, përveç se tek ky grup që ju keni aktiv? Pa, është pjesa më bukur që ne dëshirojmë, mendoj që ka fillu më kriju një frymë pozitive, sepse janë aktivitete dhe janë shembuj të mirë që janë të ulën për momentin për aktivitetet.
mund përmendni. Keni ndonjë rast të veçantë për shembull që ju ka bërë përshtypje? Ka shumë aktivistë ose vullnetarë që janë bashku, por më pëlqen gjithmonë e pjesa ku ka edhe njerëz që nuk na bashkohen, thjesht sepse nuk kanë kohën, sepse edhe vullnetarë dikush në shkollë, dikush në punë, dikush krijon familje, po edhe largohen edhe vinë, por prapë janë aty. Po është e pjesa e bukur që aty që nuk vinë se nuk kanë kohë, por marrin vesh ose na thonë që për shembull ne kena mujt me prek me sensibilizu këtë pjesën e ndotjes që mos me hall shishe, qese të tjerë. Ka shumë persona që na thonë miqtë e tyre që isha në liçen, kishte një metërim nuk e hell se bana shikote e komendja. Por kjo është diçka shumë e bukur që ne kena mujt me kriju te njerëz, kena mujt me sensibilizu, domethënë që edhe pse nuk bashkohet nismë, mjafton me na pa neve se dikush kujdeset edhe është një mesazh, një mesazh. Kjo është domethënë që neve na ka prek shumë kur kanë 2-3 raste të fundit që na kanë përmend, pra disa njerëz të grupit ton, pra nuk e hell sepse pa na shikoni jo, nuk është sa është frika, pa është ajo ndjenja që dikush ashtu i shërby këtij vendit edhe ne nuk pandosim. Pra është kena mujt me sensibilizu dhe me prek ata persona që edhe pse s'bashkohen nismat tona për reagojnë. Në mbrojtje të ambientit ju keni edhe një veprimtari tjetër, siç është balkoni i bunës, me mbjelljen është një pjesë që ne kena prek me dashni, ka një anër jona e vjetra që e pjesë të Araboshin mi kriju një pyet sepse të Araboshi është vesh një pikë vetëm në Shirok me pemë. Ne në dikur të Araboshin pjesën e parë që ushin pasqyra Shkodrës. Ne kena prek një pikë që kena quajtur balkoni i bunt, është pjesa e parë e të Araboshi nuk është parcela juaj ajo. Po themi. Po ne kena quajtur balkoni i bunt, pra pjesën e bunt kur është krejt pamje më e bukur, mendoj që ka Shkodrë sepse është një balkon që mundesh është shumë aksesueshëm ku mundesh shkollën ka me biçikletë pa i pjesë shumë e afërt. Pjesë ku duket liçeni, ku duket lumi buna, ku duken malet, Alpet, Kalaja, lumi Drim, lumi Kër, pra është një pjesë shumë e bukur që mundesh me pa çdo gjë, hyrjen dhe daljen e Shkodrës. Filloi me vjet, nisëm që e bëmë thirrje që më bashku shumë persona, ja dolme, domethënë ja dolme sepse kur arrini prek njerëzit, bëmë thirrje te studentët, nxënësit, kopshtet, institucionet, deputet, ministra e tjerë. U bashkunën, dhurunën pëm, ardhen me ne i mjallën, për suksesi më nuk ishte edhe që bashkunën shumë persona, për ishte edhe që edhe fidanat zunën, dhe më thanë, ishte një sukses që çdo fidan ato që ne mjallën me shumë dashni zunit, tash është në shpërthejmë e sipër të... Më duket e keni përsëritur këtë? Po tjetër, ne kena fillu para pak ditëve, të shtunën filluan me mjallën 111 fidana me 3, bëmi disa aktivista, erdhi edhe Kovolis, bëmi një bashkëpunim aktivistash me ta se është një organizatë në Tiranë që operon edhe duhet të falenderoj ata se gjithmonë janë një pjesë shumë e rëndësishme e aktivitetet tona të përbashkëta. Nisëm me bëmë thirrje që ne fillume. Tash te bashkojmë edhe herë këtë vit, dalëm një sukses të madh ashtu si doli edhe vjet. Po mirë që të mbjellësh duhet të kesh fidane, edhe që të kesh fidane duhet t'i blesh, t'i gjesh, t'i sigurosh. Po tjetër, domethënë vjet ne ja dolëm që përfshime shumë shkolla, kopshte e tjerë, i përfshime ja thjesht me rrupa çdo fëmijë me armë një fidan. Ata blenin fidanin, një fidan bën 150 lekë treja, krejt lirë. Edhe pse ka një kosto shumë më të madhe si fidan sepse një fidan 3 vjeçar ishte 2 fishë saj, por më që na panin që kjo është nisëm me mirë për qytetin, edhe në një kosto shumë të lirë, kështu që unë them këtë gjë që më na mirë edhe qytetarë që ta kuptojnë se sa mund të kontribojnë, nuk është një shumë e madhe. Pra çdo shkollë ka kontribu, ka pru një nxënës, një student ka pru një fidan, amjall atë bashkë me ne, kena ndihmuar ne, kena marrë punëtor me hap grupën sepse aty është një zonë shumë e vështirë që me hap grupën nuk mund të hap një nxënës sepse është me gorë, sepse ne kena marrë edhe profesionistin dhe me thanë për atë pjesë. Edhe profesionisti ka qenë vullnetar apo i paguar? Ja, është ka qenë i pagu me 300 lekë vjetra, 300 lekë, unë jam gjithmonë nga trajta re 3 vjetra, më mirë pa flasë kina sa kanë. 3000 lekë. Ja, 300 lekë. Në 300 lekë, në ka marrë dhe e lirë, pa i nisëm pra kja është e bashkëpunimi, kur tjerë të bashkohen, në merë dikush më lirë, dhe atëherë del ma bukur nisma, del me shumë sukses si doli. Shë që unë i bajë thirë edhe i tash, që që frenere dhe për këtë pjesë, i bajë thirë çdo personi më në bashku, me dhuru atë 1500 lekë për atë fidan. Kur bëhet dhurimi mund të marrë me ne me mjall fidanin ku kanë qefat e mes. Gjalla është një territor shumë i madh që mjall, nuk ka thjesht një parcel, por kena mjall në 4 zona sepse janë mjall shumë fidane, mjall 5200 fidane atë. Por nuk ka kanë rekord të mjallit, por kanë rekord edhe të suksesit që pati që zonën fidanët. Edhe duhet të shërbesh, sepse nuk është thjesht që ta ngulësh atë ti. Po tjetër, ata në mënyrë vullnetare na kanë ardhur inxhinier të pyjeve që na kanë mbështetur shumë për këtë nisëm. Na kanë caktuar datat e caktuara domethënë se kur duhet
duhet me ujit edhe me kujdesu që ne kena shërbëry më së miri dhe ka dalë më shumë sukses. Diçka shumë e bukur. I bëjmë thirrjet tona më në bashku, domethënë, u bashku marrë me dhuru një fiden edhe marrim mjallë me ne. Ndërkohë do të kalojmë përsëri në ditën e sotme. Ju thatë që përveç se prisni disa njerëz që do vinë për për dhurimin e disa 23 familjeve në fundjavë ndryshe. Po në Kosma, në pjesën, po. Në Kosmash do të bëjmë një shtëpi tash, që shumë mirë që e përmendën, një shtëpi një familje nevojë dhe ndërtojmë as sepse janë shumë me fundjavën. Po tjetër fundjavën. Po. Ndërkohë le të kalojmë te ura e Baçallekut. Po. Ju eko mendje vullnetarisht do të ndihmojnë në ndriçimin e saj natë. Po është një pjesë ne i dona shumë urat. I dona shumë urë sigur në bund se ja arritme edhe ndryshimin e urës bund para shumë pakove edhe me advokimin në ndërtimit e urës bund. Ne i dona shumë urë sepse ura është e bukur edhe ana psikologjike sepse ura gjithmonë është lidhje. Lidh njerëzit, kalon ujin, pra është shumë e bukur që njerëzit i krijan edhe kalueshmërinë dhe thjeshmërinë në ecën mite. Dhe fatmirësisht Shkodra, meqenëse se gjendet mes tre lumesh, ka shumë ura, Drinit, Kirit Bunës. Edhe këta kanë shumë nevojë për shërbime, kanë shumë probleme, që ne na munduam të rregullu, ja thjesht mi dhan një shërbim qytetit, sinqerisht, për thjesht mi dhan një shërbim njerëzve që kanë nevojë me kalute e urë, domethënë. Nuk ka të shtunën që kalaj, domethënë unë eca vete e ur, eca natën me biçikletë, ishte një pjesë shumë e vështirë ku mundem të kalu sepse ndodhin shumë aksidente pa dritë pas lloj ndriçimit. E kështu që edhe një qytetar na bani një koment, faktikisht atë nolli ai paktin bani një koment që lutem shikoni urën e Baçallekut se ka nevojë për ndriçim, ne shkuam me fjalët ai sa na shkruaj pa me vetë dhe menduam që me kriju mundësinë që më nishuaj e urë, ba me matet tona dhe shpresojmë që t'ja dalim, sepse është nisën vullnetare, nuk ka se kena ne buxhet caktuar për këtë pjesë, nuk ka se kena ne fond, domethënë që kena aplikuar. Po si do t'ja realizojnë? Do t'ja realizojnë, do të bëjmë një thirrje, nëse ja atëherë do të mundona me miq tonë, me një projektor atë, një heker atë, një tel atë, një elektricist vullnetar, do t'ja dalim, jam i sigurt që kena më dalë. Më bëri përshtypje ajo që thatë një qytetar na ka dërguar një kërkesë ose në formë komenti që shikoni urën e Baçallekut. Pra, kjo do të thotë që keni arritur në një farë mënyrë të krijoni një lloj besueshmërie se diçka ju mund të realizoni dhe mund të përmirësoni në fushat e prekshme. Patjetër, atë ku kena mundësi gjithmonë edhe ju thash më përpara pjesa e mësuesve kur na thonë për familjen pra na kërkojnë ndihmën. Po kanë zakonshme kjo gjë, ne jena munduar me dhënë sa më shumë ndihmë ti qytetit aty ku kena pas mundësitë të stolat e pastrimet, të urat e ndriçimi, të koshat e prishën që e kena rregulluar etj. Pra është impakt shumë i mirë që na vjen shumë mirë sepse qytetarët e kanë krijuar që ne jena aty a dalë disa nisma dhe kjo diçka shumë pozitive se na Çaji i natës çfarë është? Çaji i natës është gjithmonë kohë e dimnit. Tash 2 vite ne organizojmë bashkë me vullnetarë, ne dalim natën vonë në orën 10, 11 natës. Shërbejmë çajin nxehtë aty në pastruesve të rrugëve që kujdesin për qytetin tonë, edhe pse ata mund ta kenë një rrugë dikush e thotë e kanë rrugë, nuk ka rëndësi, rëndësishme është që ne me kemi mirënjohës ndaj tyre personave që dalin natën vonë në ftoftë, temperatura shumë ftofta që pastrojnë qytetin, domethënë. Është edhe kjo diçka shumë pozitive sepse je vetëm japin një shërbim i çajit, nuk ka se i pasionon e çaj, pa një lloj falënderimi që çdo qytetar duhet me bë aty, sepse ne çona natë herë shohim qytetin e pastër. Ajo përmëri tyne personave që shërbejnë të ankohen. Mesazhe mjaft të bukura humane në radhë të parë që kanë mbi bazën e tyre vullnetarizmin, por edhe sensibilizimin ndaj mjaft fenomeneve, jo vetëm të natyrës, por në radhë të parë mjaft problemeve që kanë të bëjnë me ndihmën edhe nevojën që kanë njerëzit. Një veprimtari do thosha e shumanshme dhe nuk përmendëm që ju shpesh jeni pjesë e aktiviteteve që organizohen në Shkodër, si ka qenë pjesa e pjesëmarrja në javën e lëvizshmërisë, në udhën e paqes, por edhe në të tjera veprimtari që jeni siç duket të gatshëm, duke sjell frymën rinore dhe entuziazmin e moshës. Mirsat, diçka e afërt nuk na ke thënë? Janë shumë gjëra që ne kena mendim, por kjo pjesa e urës Baçallekut nuk ka filluar, do të fillojmë. Janë fidana që prap kanë vazhdimit tash.
kanë me kanë nismat të shtëpia fëmijës që ne do në fillu dhe herë. Ka me kanë të zili pleqve të shtëpia të më shumëve që tash e kanë bërë një shtëpi shumë të bukur, pra kanë bërë një riparim, tash do të fillojnë volontarizmin të pjesë. Kena me bëj nisëm me furrat e bukës. Me furrat e bukës do në vu kutia ku njerëzit në bë donacione të vogla me kusure, ku ja kuti nuk ka me kanë e jona, apo ka me kanë e furrës bukës, po kanë më mbledh lek për me ble millën për me dhuru disa njerëz nevojë që me shku me marrë bukën falas. Po janë shumë nisma tjera që ne vazhdim i kena si ide, por faktikisht është edhe që prekme për partë e komendit, domethënë. Kur ne presim në qytetar që ne ja thjesht na dhanë ide, po qytetar se çfarë është nevojshëm për këtë qytet ne me i shërby. Kështu që kjo nismat tona janë një ide bashkim aktivistash, koordinatorë që Eko ja ka, që ne kjo gjë suksesi është shumë më i madh se to ku jena të kjo studi, sepse ka disa persona dhe mrapa ose afër meje që janë kontribut i madh për këta nisma, ja thjesht me anën vullnetarë që japin për edhe me ditë në shoqëri. Falenderoj ata që janë, domethënë Edin Pashkun, Mirjonin, Aliden, Jozin e tjerë, kështu që falën Atalanit që tjerë që janë janë të shumë të komentet dhe njerëzit që na përshëndesin, që po na ndjekin. Pra suksesi është shumë i përbashkët, jo vetëm të individit e ekonomia, pa është edhe më i madh të qytetarëve që kanë besueshmërinë te ne, që na ndihmojnë, që na mbështesin, u që se na sugjerojnë shumë gjëra. Diçka shumë e bukur. Diçka që vjen ndoshta si mesazh i kësaj dite, por edhe si ndjenjë sensibilizuese për të gjithë ne që e duam këtë qytet, që e duam Shkodrën, që gjithmonë na dhëmb një problem apo një tjetër dhe që duam të marrim një pozicion për ndreqen e tij. Mirsa, të falenderoj shumë. Të falenderoj edhe në emër të dëgjuesve, sepse shpesh unë ndjek komentet që u bëjnë në rrjetet sociale dhe ata janë shumë falenderues ndaj jush për ndihmat që shpesh dhe pozicionet që ju merrni ndaj problemeve të ndryshme. Por duke uruar punë të mbar, rrugëtim të mbar në të gjithë këto nisma që ju keni dhe duke marrë gjithmonë me vete entuziazmin e moshës dhe vrullin e saj, s'më bëjte gjë tjetër veç se t'ju uroj sukses. Faleminderit për mbështetjen, edhe jeni pjesë e jona e këtyre nismave, sepse ja thjesht i pasqyroni, pa jeni të dhënë edhe jeni të bëu thirrje qytetarë që në bashku. Kjo është pjesa më natyrisht Mirëmëngjes Shkodër, por edhe Radio Shkodra është pjesë e promovimit të gjitha nismave dhe të gjitha vullneteve